Mirë se vini në zonë në emisionin ku politika në Maqedoninë e Veriut është në qendër të vëmendjes. Një skenë e trazuar nga lëvizje të papritura, përçarja brenda partive dhe bashkëpunime të reja që po ndryshojnë marrëdhëniet dhe balancat e pushtetit. Në fokus sonte janë lëvizjet politike që duken sikur të jemi në një merkato sportive. Kush po kalon në opozite, kush po mbetet apo po i bashkangjitet pushtetit. Dinamika e koalicioneve dhe strategjit para zgjedhjeve lokale po intensifikohen, ku çdo lëvizje duket si një copë në një mozaik që po ndërtohet me kujdes, por edhe me shumë tensione. Sot do të kërkojmë të zbulojmë ku po shkojnë partitë shqiptare, çfarë do të thotë kjo për legitimitetin e koalicioneve dhe cilat janë sfidat e mëdha që presin komunitetin ton politik. Në fund do të flasim edhe për rrugën drejt integrimit evropian, duke parë se sa larg apo afër jemi nga kjo ëndër. Për t'i komentuar dhe analizuar zhvillimet që përmenda, në studio kam të ftuar analistët Ibrahim Mehmeti dhe Xhelal Neziri. Të nderuar, përshëndetje dhe mirëseardhët në zonë. Po atëherë, siç thash, zoti Mehmeti, ditëve të fundit kemi parë shumë lëvizje politike, kemi pasur braktisje të qeverisë nga njëra nga Alanca për shqiptarët e Arben Taravarit, nga ana tjetër kemi pasur një strukturë brenda partisë të tij e cila nuk është pajtuar me këtë vendim të tij dhe kanë vendosur që të vazhdojnë të funksionojnë brenda koalicionit qeveritar dhe sigurisht brenda koalicionit vlen. Kemi pasur dorëheqje të deputetëve, kemi pasur lëvizje të deputetëve nga njëra palë të tjera. Si komentoni këto zhvillime që ndodhen së fundmi? Me vërtet ka pas shumë ngjarje të paparashikueshme, të paparamendueshme dhe përshtypja ime është se tani jetojmë një kohë kur skena politike shqiptare ose kampi politik shqiptar është ka shënuar një përmbysje komplete, një bile do kisha thënë edhe dezintegrim në një farë mënyre, po ndoshta tingëllon shumë ashpër, po më së paku që mund të them është jemi tani në një moment të rikonfigurimit të tërë skenës politike shqiptare. Dhe kjo ndodhi shumë shpejt edhe shumë, ndoshta jo aq papritur, po jo edhe aq sa të mos jemi të befasuar. Pse kjo ndodh? Tash një arsye më e përgjithshme, sipas meje ka të bëjë me atë që partitë shqiptare shumë pak brengosen për atë që e kanë premtu gjatë fushatës dhe atë që ju kanë premtu votuesit e tyre dhe tani sillen në një mënyrë e cila nuk përkon me atë që ne i kemi njoft para se të hyjnë në parlament ose në qeveri. Dhe kjo është për arsye se tani është viti i parë i kësaj qeverie edhe të gjithë mendojnë se çka do të thotë që të bëjnë tani, shkelje parimeve ose të themi salto mortale politike, do të harrohen pas një viti ose pas 2 viti, po kjo do të varet nga ajo se sa do të qëndrojë ky parlament. Mos themi kjo qeveri, sepse parlamenti është ai që mundet dhe qeveria kuptohet të shkarkohet ose të dorëhiqet nëse e shohë që nuk funksionon. Flas parimisht, po nuk përjashtohet sepse nëse ky trend vazhdon, edhe pse kryeministri edhe partitë që kanë mbet tani në qeveri deklarojnë se gjithçka është stabile, gjithçka është në rregull. Këtë e dëgjuam prej fillimit të formimit të kësaj qeverie, mirë po ne shohim se punët nuk shkojnë ashtu si deklarohen ata. Dhe shohim se kemi kur partia e cila ishte ndoshta një ndër më të fortat në këtë koalicion doli nga kjo përbërje të themi. Dhe ata thonë se s'ka kurfar problemi, gjithçka është në rregull. Kjo për mua flet se ekziston një huti brenda qeverisë dhe brenda koalicionit, në këtë rast nëse flasim për partitë shqiptare brenda koalicionit të Blenit, nuk e dinë se si do përfundojë. Ne shohim se deputetët kalojnë prej një anë në tjetrën, zyrtar të partive, do të thotë gjithçka është në lëvizje sipër dhe fundi nuk e dim, edhe nëse më pyetni për shemb ku të jetë fundi, unë me vërtet në këtë moment nëse nuk është e qartë për asken. As për ata vetë nuk është e qartë, sepse janë një farë kështu që ato gurët kur rrotullohen edhe nuk di se si do përfundojë. Kështu që shpresojmë se nuk do bëjnë dëm këto procese në atë që e quajmë në interesi i qytetarëve, sidomos në këtë rast të shqiptarëve, dhe se do gjenden një zgjidhje e cila
nuk do t'i damtoj këto interesat të cilat interesi të ke fundit qytetarët duhet jetojnë, apo jo, qytetarët nuk jetojnë prej politikës as prej rrogës parlament ose në qeveri, pa ata presin nga këto institucione që ta sigurojnë qetësinë dhe kontinuitetin dhe në mos jo përparimin e jetës. Zoti Veziri, si keni parë ju këto zhvillimet e fundit politike? Zoti Mehmeti tha se po shihet që qeverisë nuk po i shkojnë punët mirë. Dani edhe ju këtë mendim? Qeveri si qeveri nuk besoj se ka një problem për të funksionuar nëse i shohim numrat. Pra numrat i ka në parlament, nuk është që nuk i ka. Mund të vinë pikë pyetje shumica badenterit. Dhe tani besoj se aty është ajo gara për më shumë deputet. Diku 38 deputet janë të etnive jo maqedonase. Shumica e atyre diku 18+1. Dhe tani mendoj se 14-15 deputet nëse janë në anën e qeverisë, pra nga etnit jo shumicë, atëherë nuk do të ketë problem as me badenteri. Dhe në këtë aspekt besoj se puna është e pastër, mirë pa ajo që është jo shqetësim, po si duket është bërë edhe atraksion për vetë audiencën e publikun edhe qytetarët shqiptarë është kjo merkato që ti e përmend edhe në hyrje të emisionit. Do të fillon pak si jo, ashtu duket, realisht ashtu duket, se tani më nuk dihet kush cilën parti është, kemi 3 ASH-ja, kush është Frontin Evropian, kush nuk është Frontin Evropian, kush negocion për të futur në qeveri, kush don dalë për qeverie. Dhe është bërë një huti e madhe në opinion edhe ata në prag të zgjedhjeve, dhe kjo huti nuk është e tashme, pra është ne kemi menduar se do të mbaroj diku në 2016-ën, 2017-ën, pra kur lindën partitë e reja, kur i matën forsat, kur u formuan koalicionet e para. Nëse ju kujtohet, 2018-ën kishim koalicion ASH Besa për zgjedhjet presidenciale, i cili koalicion kishte për qëllim që të rritet në një koalicion stabil, që të marrë pastaj pjesë edhe në zgjedhjet parlamentare 2020-s. Po pas atyre zgjedhjeve presidenciale edhe nuk funksionoi edhe Besa doli nga ai koalicion. Pastaj Aleanca shkoi me Alternativën dhe pas zgjedhjeve 2020-s Alternativa doli nga ai koalicion, u fut në qeverinë atëhershme. Dhe tani Aleanca u përça, një pjesë u fut në qeveri, tani doli prej qeverie. Dhe mendoj se duhet ta pranojmë të gjithë se në tërë këto lëvizje politike ku fjala nuk ka më asnjë peshë, mos flasim për besën që si vlerë shqiptarëve që kur ta jep besën nuk e shkel. Në këtë huti që është krijuar, në këtë pazar të madh, mendoj se ka një parti ose një lider, nëse mund të thuhet, që ka ruajtur një lloj stabiliteti ose ka pasur një trajektore pak më normale në këto koalicionime, është Aleanca për Shqiptarët e Zotit Sele, që nuk mbaj mend që ka prishur në një koalicion, përkundrazi ka kontribuar në ndërtimin e shumë koalicioneve. Dhe tani, nëse kemi një rigrupim të ri siç paralajmërohet, pra nëse Zoti Taravari i bashkangjitet Frontit Evropian, do të jetë një situatë pak e çuditshme, ku një pjesë e shkputur nga Aleanca për Shqiptarët, që shkoi në qeveri, tani do të kthehet, do të kthehet si një parti ose një fraksion i veçantë. Dhe ne do të detyroj kjo Selën që të dalë nga koalicioni ku kontriboi që të krijohet nga Fronti Evropian, ajo mbetet të shihet, po mendoj se duhet të rimendohet edhe pak edhe politika, duhet të rimendohet edhe pesha e fjalës. Pra nëse lidhet një koalicion dhe jepet fjala publike se ai koalicion do të zgjas, duhet ajo fjalë të mbahet deri në fund. Dhe nëse një lider nuk e mba fjalën publike, do thotë nuk respekton publikun, nuk e respekton popullin. Jep fjalën publike dhe nuk e respekton. Do thotë ai nuk mba llogari për interesin e përgjithshëm. Ai udhëhiqet nga interesi thjesht
personal, grupor, partijak. Dhe mendoj se ato lider nuk duhet shihen si lojtar, se ne i them, tash si nisëm me žargonin sportiv, u themi Messi i politikës. Jo, nëse dikush prish koalicione, nëse dikush nuk e mba fjalën politik, nuk është Messi i politikës shqiptare, ai duhet të temërohet ashtu si duhet. Pra ajo është një, do të thoja, një njeri i cili nuk kontribon në kualitetin e demokracisë, nuk kontribon në përfacimin e interesave shqiptare ose artikulimin e tyre në mënyrë të denjësishme. Pra ai bën të kundërta. Dhe këtë duhet ne si publik, ne si qytetar ta vlerësojmë këtë mënyrë. Pra, duhet t'i mbajmë për fjalë politikanë, se nuk është në jetën e përditshme, nuk funksionojmë me noter, nuk funksionojmë me kontrata nënshkruame, edhe pse edhe i nënshkruajnë kontratat për koalicionin. Ne funksionojmë në masë të madhe me fjalën e dhënë. Pra, nëse dikush jep fjalën se do të qëndroj në një projekt ose në një mision dhe nëse e mban atë fjalë, pra ai është një njeri serioz, më të kundërtën nuk merret seriozisht. Ashtu duhet t'i marrim edhe ne si qytetarë politikanë që nuk e mbajnë fjalën. Nëse lidhet një koalicion, le të zgjasë ai koalicion, le të zhvillohet. Mund të ndodhë diçka që ndahen, edhe shkurorzohen politikisht, po jo në këtë dinamik që i kemi sot. Po, nuk dalë mendim të njëjtë me? Jo, nuk ka që ndaj mendim njëjtë. Do t'i sqarojmë gjërat. Kjo që thot Xhelali, parimisht, po nuk mund të thuhet se nëse ti ke kryer një koalicion, edhe koalicioni duhet të shkojë deri në fund, pa marrë parasysh jo vetëm ata që kanë premtuar njëri tjetrit, se kjo që thot Xhelali është ata që kanë premtuar njëri tjetrit, se ne do jemi bashkë, do ta bëjmë këtë ndryshime të bëjmë. Ajo është në rregull. Po nëse ndryshimin nuk e ban, atëherë ç'a? Duhet të rish deri në fund, edhe pse ke premtuar se kemi koalicion partive shqiptare dhe kemi koalicion qeveritar, apo? Koalicionin qeveritar e çon agjendën e vet. Koalicioni qeveritar kishte premtimin se do ta hapim procesin e eurointegrimeve, do të thonë do fillojmë bisedat me ndryshimin e kushtetutës, apo? Thonë njëri ishte për disa ditë, pastaj për disa muaj, 100 ditë, 6 muaj, pastaj thanë deri vitin e ri, tash filloi gjysa e vitit tjetër që ka filluar dhe kjo nuk ndodh, edhe nuk ka shenja se të ndodh. Do të thonë, nuk është vetëm se koalicion, partitë duhet ta mbajnë fjalën ndërmjet njëri tjetrit, por duhet ta mbajnë ndaj publikut. Në rast të parë ndaj publikut. Ndaj por publikut. Edhe nëse nuk e mbajnë midis njëri tjetrit, po, ama si mund të presim që ta mbajnë ndaj publikut? Jo, ndaj njëri tjetrit më ka dalë. Ndaj publikut do ta mbajnë parë herë. Sa ata atë që kanë bërë ndërmjet tjetër marrëveshje nuk e dim. Ne dim çka kanë na premtuar neve. Neve na kanë premtuar se do të fillojmë negociata për eurointegrime. Kam premtuar se do të forcohet pozita e shqiptarëve. Kam premtuar se 20% do të hiqet nga kushtetuta, e tjerë. Edhe këto nuk ndodhen. E tash ata pyetja është cën e kanë trajtuar, nëse flasim për tradhti, e kanë trajtuar njëri tjetrin apo e kanë trajtuar elektoratin që ka votuar. Do të thonë nuk është vetëm se duhet të mbajsh fjalën brenda koalicionit. Koalicioni nuk është qëllim për vetveten. Koalicioni u formu që bashkërisht jenë më të fortë. Në rregull. Ne kemi biseduar, nuk është hera e parë që flasim për këtë temë. Edhe unë kam thënë para se koalicioni vlen, tha, nëse e marrim një vot më pak, ne nuk hyjmë qeveri. Ndodhi si ndodhi, hyjnë. Që unë kam thënë, në rregull, le të hyjnë. Nuk bëhet fundi i botës nëse ka hyrë qeveri, kjo koalicioni që ka më pak deputet. Edhe me vërtetë e kam thënë me sinqeritet. Ti shohim, ndoshta do bëjnë diçka. Po ti kur e shef se ke bllokada nga kreta anët, ne e shohim edhe opinionin e shef, gjithë e shohin se hiqet kjo balanceri, hiqet badenteri në mënyrë indirekte. Se ti kur e hek këtë përkatësinë etnike, faktikisht e hap rrugën edhe për heqjen e badenterit. Ti badenteri funksionon në bazë etnike, nuk funksionon në bazë diçka abstrakt, apo jo. Pastaj kjo deklarata që ishte nga një tash së më kujtohet kur tha se
me daljen e aleancës nga koalicioni qeveritar dhe dukush gazetare pyetën se kjo mund ta rrezikojë Badenteri, sikur që i flasim edhe ne. Thamë po ne do ta sigurojmë Badenterin me deputet nga etni tjera, ashtu. Po ata nëse Ka dhe të vjetra deputet që janë Badenteri është shumica e kualifikuar që sigurohet nga shumica e deputetëve jo maqedonë. Ka dalë ta marrëhen, nuk ishte kjo bisedë, biseda qarkundësht. Nëse ky koalicion, i cili tha se ne hymë në qeveri se kemi votat të pastra shqiptare, për dallim nga tjera që kishin votat për zjera, atë si këta tash thiren në votat të tjerëve dhe ignorojnë deputetët shqiptarë. Kjo është problema, po jo. Nëse ti ke shku qeveri ke thonë se ne hymë, edhe pse kemi pak deputet, po i kemi me vota të pastra shqiptare. A ke kështu? E ta ashtu, okej, deputetët shqiptarë kanë dalë, punë e madhe ne do gjejmë komunitetit tjera. Parimisht unë s'kam kundër asaj. Po ti kur me kushtetut, realisht. Jo, kushtetut. A më janë tash flasim për premtimet besën që gëdon qytetarëve, apo jo? Tash premtimet që gëdon qytetarëve janë ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e bullgarëve në kushtetut, që ishte njerë 3 muaj, pastaj u bë 6 muaj. Po nuk ndodhen. Edhe s'ka gjasa për ndodhur. Nëse analizojmë pak më thellë, nuk është edhe faji i Maqedonisë Veriut që nuk ndodhen. Ka ndodhur edhe turbulenca edhe në Bullgari, që nuk ka pas qeveri teknike. Ama ne s'kemi jetu për Bullgari, kemi jetu për këtu. Ka pas zgjedhjet të përhershme. Tash është formuar një qeveri, tash mund ta kritikojmë qeverinë se pse nuk ka një rol më aktiv në drejtim të vendosjes kanaleve me Sofjen që ta tejkaloj. Këtë temë do ta bisedojmë në fund të emisionit. Ka pasur edhe premtime tjera që kanë të bëjnë me heqjen e 20%-shit. Kishte premtim më duket edhe për privatizimet që janë bërë, decentralizim. Po atëherë ku është problemi? Është te koalicioni apo te premtimin që ka dhënë një tjetër apo fjala që u jepet ose besa që u jepet votuesve ose shqiptarëve në rastin konkret, aty mendoj se ka një zgjidhje, për shkak se ku do të vinë zgjedhjet e ardhshme, qofshin lokale, ose parlamentare, pra do ta bëjmë një llogari, çka kanë premtuar, çka kanë realizuar dhe a meritojnë edhe një mandat ta marrë, meritojnë edhe një herë t'u japim votën. Tash kemi rastin ta bëjmë në zgjedhjet lokale. Duhet t'u rikthehemi premtimeve që janë dhënë nga kandidatët për kryetar komunësh. Çfarë kanë premtuar? Kanë premtuar parkingje, ujë të pishëm, kanalizime, shkolla, qerrë. Tash para se me e dhënë votën, ne duhet të shohim se çka kanë premtuar, çka kanë realizuar, dhe meritojnë edhe një herë ta marrin votën. Po çka thotë ti? Aty vlerësohet vot ajo fjala edhe besa që u jepet qytetarëve. Po kur flasim për organizimin politik shqiptar, mendoj se është pak më rëndësi edhe fjala që jepet. Pa marrë parasysh pengesat që dalin, pa marrë parasysh krizat që paraqiten në ato marrëdhënie midis partnerëve të koalicionit. Nëse jepet fjala që je pjesë e një grupimi politik, spaku duhet të jesh deri në fund mandatit me grupim politik. Në rregull. Që para zgjedhjeve pastaj mund të rigrupime të tjera. Për ty është më rëndësi ata që janë dhënë apo qytetarët që janë dëshpëruar? Ç'është është më rëndësi? Më rëndësi është rezultatet ndaj qytetarëve. Mirë po, për të pas rezultatet ndaj qytetarëve, duhet të kemi një kristalizim të vetë bloqeve që garojnë të shqiptarë. Kush është femajtë, kush është gjatë, qeveri, kush është në opozitë, nuk e dim. Nuk e dim cili për momentin është qeveri, cili është... Edhe deklaratat e zyrtarëve pak janë paqarta kur i dëgjojmë në radhë të parë, sepse nuk e dim se cilat do të jenë lëvizjet e tyre të ardhshme politike. Edhe ne si gazetarë kemi hasur gjithsa herë në vështirësi për t'i kuptuar se ku e kanë thelbin. Aty është mendoj se problemi është gara për të qenë pjesë e pushtetit në çdo kusht, ose pa kusht. Të gjitha partitë është ky zjarm për pushtet. Ai që del, domethënë ai nuk është me çdo kusht jetë në qeveri, apo jo? Që pushteti nuk është qëllim. Pushteti jo mjet për arritjen e qëllimit. Ç'është? Kur nuk arrin qëllimin çka bën? Fatkeqësisht ne është shndruar në qëllim. Vetë pushteti qëllim, thotë qëllim vim pushtet. E pastaj çfarë do bëjmë pushtet? Ajo është çështje tjetër. Pa ne flasim çka duhet bëjnë, njësë ata çka bëjnë, ne shohim çka bëjnë. Po ne thonë çka duhet bëjnë. Duhet ta mbajmë pritjen ndaj qytetarëve.
duhet të rigrupohen në 2 bloqe, njëri dhe tjetri. Pastaj reformimet e brendshme mendoj se do të nxisin edhe dinamika tjera. Ajo është tjetër temë. Zoti Meziri, ju paraprakisht përmendet që po përflitet në opinion afrimi i Taravarit me BDI-n, e dim që BDI ka koalicion me ASH-n e Zjadin Selës, dhe tani nëse afrohet Taravari brenda frontit afrohet apo ju brenda frontit evropian, si mendon që do të jetë lëvizja e zotit Sela? Unë nuk mendoj se do ta pranoj si normale. Për shkak se më i dëmtuari në këtë rast nga shkëputja e zotit Taravari nga Alianca për Shqiptarë, tash nuk e dim cila është baza, është Alianca e Taravarit, është për atë ka edhe kontekst gjyqësor, po kur flasim nga perspektiva e frontit evropian, pasi partnerët brenda atij koalicioni shohin gjërat. Pra nga perspektiva e zotit Sela e shohin në një pjesë të madhe të partisë të shkëputur që ju bashkangjit Vlenit. Dhe tani dëshiron të kthehet aty ku është zoti Sela, ashtu. Dhe tani është shumë më e logjikshme që ato të kthehen dhe të bashkohen ose të ribashkohen sërish në një parti politike siç kanë qenë para vitit 2024. A ka gjasa të ndodhë një gjeti? Bazuar në sigurisht në situatën e fundit politik? Ne kemi dëgjuar edhe zotin Taravari dhe zotin Sela. Nuk shoh që ka disponim që të ndodhë një gjë e tillë. Dhe tani nëse nuk ndodh pajtimi midis atyre dyve, zoti Ahmeti duhet të zgjedh o me Taravarin o me Sela. Dhe tani nëse zgjedh Taravarin, nuk besoj se Sela do të qëndrojë. Do të ngel si pjesë e frontit evropian. Dhe tani do të thotë kjo një hap më afër kyçjes në koalicionin qeverisës, ajo do të shihet në periudhën që vjen. Po janë raporte aq të komplikuara, janë raporte të cilat nuk premtojnë që ne sot të flasim për atë që edhe zoti Mehmeti e tha, rezultatet që duhet të jepen në këtë mandat ose brenda këtij viti nga ana e qeverisë, ose rezultatet që duhet të ishin dhënë nga ana e pushtetit lokal, por ne flasim tani për atë që e quajtë edhe ti merkato futbolli, pra kush me cilin është dhe kush ku do të shkojë. Dhe mendoj se kjo është një debat i cili nuk i kontribon dhe aq shumë demokracisë, por në rastin konkret pozitës së shqiptarëve këtu. Sa ma e përçarë dhe sa ma e koklavitur tjetë skena politike shqiptare, aq më i partikular është interesi shqiptar këtu në Maqedoninë e Veriut. Andaj edhe mendoj se nëse ky është kulmi që mund të ishte arritur me këto lëvizje pragmatike, do të thoja, lëvizje jo ideologjike, lëvizje egocentrike nga ana e personave ose grupacioneve të caktuara, atëherë duhet pas këtij kulminacioni duhet të ndodhë diçka, pra duhet të rezonojnë pikëpari partitë politike ose ato bloqe që pretendojnë se artikulojnë interesin e shqiptarëve. Të dalin mbi interesat e atyre grupeve të vogla që i ushqejnë me pushtet ose me të mirat e pushtetit dhe të mendojnë pak se cili është roli atyre në politikë. Roli atyre në politikë është të artikulojnë interesin e përgjithshëm. Ato janë shërbyes të qytetarit në një institucion. Nuk janë udhëheqës, nuk janë lider, nuk janë diktator. Ato janë shërbyes. Pra qytetari me taksën e vet dhe me votën e vet i ka caktuar në një pozicion që të kryejë një detyrë të caktuar. Dhe pikërisht ky është ai sensi i pjesëmarrjes në politikë. Dhe përderisa ne nuk kthehemi te esenca, te bërthoma e politikës, ne do të vazhdojmë të merremi me këto lëvizje që nuk janë në interes as 0% për qytetarët. Pra janë interesante, por nuk janë në interes të qytetarëve, përkundrazi janë në dëm të tyre, për shkak se në atë formë edhe nuk artikulohet interesi i tyre si duhet. Për ka janë në interes këto lëvizje, janë në interes të individëve të caktuar ose grupeve të caktuara, gjë që mendoj se duhet të gjendet forcë ose të reflektojnë edhe vetë qytetarët që
kjo situatë të tejkalohet dhe këto përçarje njerë për gjithmonë të marrin fund. Zoti Mehmeti, ju si e shihni pozitën e Frontit Evropian, ku brenda saj është zoti Sela, ndërsa, siç përmenda, përflitet një afrim mes krahut të Arben Taravarit me BDI. Shko, këto merkatot partijake janë temë pa fund. Mirë po, në gjitha debatet e harëm një, që thonë elefantin në dhomë. Elefantin në dhomë është marginalizimi i partisë de facto më të madhe shqiptare këto në Maqedoni. Krukush nuk flet për BDI-n ose për Frontin Evropian, cili është roli i tyre në gjithë këtë që vendohet dhe çka është pozita e tyre ose kështu me radhë. Ne flasim vetëm për kombinatorika, kush do shkojë me Frontin, kush do shkojë me Frontin, por ne shohim se gjithë thonë se ose spaku parti që ishin deri tani dhe që janë në qeveri thoshin se si program kryesor kishin ne nuk komunikojmë me BDI-n ose ne do ta mbajmë jashtë qeverie. Ajo është e drejta e tyre, unë nuk kam para ndonjë vërejtje. Problemi është se nëse fleti për interesa shqiptare, do të thonë se parti shqiptare nuk thonë do të bëjmë këtë qytetarë, do të thonë për shqiptarë kujdesin, gjuha shqipe, heqja 20%, integrimi evropian e kështu me radhë. Dhe nëse ti nuk bashkëpunon, po faktikisht ti e hub gjysmën e forcës. Nëse i shohim këto rejtinget, del gjysma e forcës, apo ishte matjet e fundit kur ishte vleni bashkë ishin gati se gjysmë për gjysmë. Dhe ti nëse e marginalizon gjysmën e forcës tonë, rezultati nuk do të jetë i njëjtë. Ne shohim se LSDM-ja gjithkohon kërkon takime me VMRO-n, edhe pse ai e refuzon se e sheh që s'ka ndonjë efekt, sepse s'ka forcë. Po ne këtu e kemi Frontin Evropian ku janë disa parti shqiptare dhe parti të komunitete më të vogla të cilat ju bashkangjita shqiptarëve me qëllim që në këtë mënyrë ta forcojnë pozitën e vetë, ata janë të dobët. Ata shkojnë me VMRO-n, me LSDM-n, apo historikisht tani vendosën shkojnë me shqiptarë dhe kjo është hera e parë. Edhe prandaj mendoj se ne nuk duhet ta anashkrojmë këtë moment se është i rëndësishëm. Dhe tani kjo është një problem serioz për mua që parti shqiptare dhe me thënë bëjnë ndarje kështu me thik një me tjetër, me thënë nuk flasim me këtë, nëse takohesh me një parti tash, kërkush nuk guxon të pije kafe me aleancën e Taravarit, tash tri aleancë o bërë, apo. Edhe si ti bësh të ndryshime. Tash kush do shkojë me kë do shkojë. Për mu, sinqerisht, nuk ka do një rëndësi të madhe, përderisa e shohim se kjo substanca e partive politike është, si tham me Gjelalin para emision, si pelte. Se di shikues e din pelta është si puding, po më i lëvishëm se pudingu. Sepse shohim tash aleanca nda njerë, nda për s'dytë, tash kemi 3 aleance. Pastaj brenda këtyre 2 aleancave të fundit, të themi, kemi to merkatot. Një shkon atje, një shkon këtu. Edhe ti nuk mund bësh do një plan se çka do bëjnë shqiptarët, si do ta mbrojnë interesin, se roli i tyre është ta mbrojnë interesin e shqiptarëve, po. Ne thamë që na pengon 20%, dëshirojmë të Maqedoninë ta shohim në këto binaret e integrimit evropian, dhe dëshirojmë të shohim shqiptarët si faktor para sa kanë forcë reale në shtet, në institucione, përfaqësimi i tyre dhe kështu. Dukshmëria shqiptare, gjuha shqipe, po, ne shohim se çdo kund ku mundet më njanohet, do të thonë për durimin e gjuhës shqipe, ajo që duket spaku. Dhe çka do të bëjnë këto? A do të shkojë Taravari me Frontin? Nëse flasim edhe për këtë temë, çep edhe pa të, po do flasim. Unë nuk e presh mundësinë që zgjedhënësit e Taravarit gjejnë gjuhë përbashkët. Nuk e preshtoj. Nuk mund të ushti po ose jo. A ka mundësi? Unë mendoj se ka mundësi, sepse çka e bazon atë? E bazohet se kur është një pjesë aleancës në qeveri, dhe kjo dihet se qeveria ju mundson një përparësi atyre që janë brenda, sepse ata mund të ofrojnë beneficione për qytetarët, do marrim kredi, do marrim grante nga qeveria, nga jashtë, edhe mund t'i plotësojnë disa kërkesat të qytetarëve dhe kjo sigurisht se ju jep një avantazh. Nëse këto 2
2 krah, tash e vullon 3 krah, nëse ato mbeten veç e veç, edhe nëse nuk kanë pushtet ekzekutiv, atëherë ato janë më të dobta. Dhe prandaj unë nuk e përshë mundësinë që ato të gjejnë një farë mënyre që të bashkohen aq më tepër që nëse dëshojnë ta mbajnë këtë emën, cili është në proces gjyqësor, ne e pam se 2 herë e fitoi zoti Sela në gjykatën themelore, që do të thotë që ka gjasa ta fitojë edhe apelin. Nëse ndodh kjo, atëherë ato do të jenë aleanca e vetme, se s'mund të ketë 3 aleanca, apo jo. Dhe atëherë këto duhet të regjistrojnë parti të reja, zgjedhjet janë në prag, dhe kjo mund të ketë një farë ndikimi në këtë merkaton që mund mendoj se është shprehje shumë e saktë, me të vërtetë gjanë si merkato. Dhe në atë rast unë prandaj them se ka një teori, mundësi teorike s'paku që të bashkohen. Po ka mundësi të shumta. Unë nuk e di se sa do të mundë kjo qeveri, edhe pse më pajtohem nëse shohim ne vetëm numrat, BMR ka 58 deputet, i ka znamen, mund ta bëjë qeverin gjithkohën, apo? Pyetja është i kanë. Pyetja është sa mund të jetë e qëndrueshme në aspektin e politikës në kuptimin më të gjerë, jo vetëm ekzekutivi, se ekzekutivi është me vota, po të ke edhe politikë ndërkombëtare, të shkosh nëse në Bruksel të ku i ke shqiptarët. Shqiptarët s'në nevojite, s'mund tush, kur e ke 1/3 e popullatës. Dhe kjo nuk mund të injorohet. Ka brenda koalicionit edhe partitë. Në rregull, ama ka përfaqësues ministra. E vërtet është, mirë po nëse ke ti pjesën më të madhe, tash si është, nëse kemi zgjedhje të reja, ndoshta vleni si parti mund të fitojë edhe më tepër, nuk e dim ne atë, tani s'mund të llogarisim si do të zgjedh, por në këtë moment opozita shqiptare i ka 22. Vleni kishte 9, tani ka 10, apo 11. 11 i ka? 11. E këtu sa mbeten tash 21, se dy mos gabim 18 edhe 14, do të 21 i ka tash opozita, 11 i ka shqiptarët në pushtet. 2-1 janë parafarsisht, apo. Edhe kjo besoj se edhe vlenit tani nuk e kanë bashkështu lehtë, nuk ndihen mirë. Unë jam i bindur. Ata tash nuk do të flasin sikur ne, se ne kemi më lehtë flasim. Po ata ndoshta nuk e pranojnë publikisht, po unë jam i bindur se aty ju rëndon kjo situatë. Edhe prandaj do jetë pak jo që thjesht sa duket. Në fakt desha të pyes edhe cili është roli dhe ndikimi i kryeministrit Kristian Mickovski në zhvillimet dhe tensionet brenda koalicionit, brenda aspektet politik shqiptar. Në çfarë forme dhe në çfarë masa ndërhyn kryeministri Mickovski në gjithë këto tensione? Unë mendoj se nuk është në interes të Mickovskit të ndodhin përçarje brenda koalicionit shqiptar që i ka si partner. Përkundrazi, pra çdo përçarje brenda atij koalicioni është një kokdhimbje për Mickovskit, shkak se e tham ai shumicën e ka në parlament të qëndrueshëm, u vë në pikpyetje shumica e kualifikuar e badenderit. Dhe pa atë shumicë nuk mund të kalojnë ligjet në pjesë e madhe e ligjeve në parlament. Nëse nuk votojnë shumica e deputetëve jo Maqedonas, nuk mund të kalojnë një pjesë e madhe e ligjeve që i prekin interesat kulturore, arsimore, edukative, e kështu me radhë të atyre etnive që kanë deputet në parlament. Pra nuk besoj se Mickovski është arkitekti i këtyre përçarjeve. Nuk besoj për shkak se edhe Mickovski është i ri në pozitën e kryeministrit, si pozitë e fuqishme nga e cila mund të ushtrojë ndikim, pra nuk ka as 9 muaj që ka marrë këtë pozicion, ndërkohë që përçarjet në kampin politik shqiptar janë më të hershme. Janë intensifikuar diku në 2015-16 me formimin e partive të reja, me formimin e përhershëm të koalicioneve dhe prishjes së tyre. Pra gjithë kjo të llovi në skenën politike shqiptare, në terenin shqiptar, kështu me atë fjalorin sportiv, ka ndodhur pikërisht gjatë periudhës 2017-2022, në atë periudhë kur ndroheshin vendet, dilte njëra parti nga pushteti, ndërkohë që zëvendësohej nga një parti tjetër. Nga 2017, nëse ju kujtohet, kur ASH-ja atëherë bashkuar braktisi qeverinë, vendin e saj me njëherë e zuri
alternativa nëse nuk gaboj. Pastaj doli alternativa vendin e saj Zuri Besa. Pra është një situatë ku jemi larguar shumë nga bërthama e problemit. Jemi larguar shumë nga esenca e asaj që quhet politikë bërje. Pra nuk kemi më debate se çfarë bëri njëra parti ose çfarë bëri tjetra. Kemi PR dhe propagandë se u hoq balanseri do të sillet ligji për përfaqësim të drejtë. Gjykata kushtetuese do të heqë 2 nene ose 3 nene, ndërkohë që Komisioni i Venecias ka rekomanduar të hiqen apo të mos hiqen. Seanca publike, këto mendoj se janë tema me të cilat ushqehet opinioni politik. Në rast të parë, në këtë drejtim mendoj se ka një rol edhe VMRO DPMNE, e cila ka interes të ushqej votuesit e kësaj me këto tema, përderisa nuk ka rezultate konkrete në sferën ekonomike. Pra, ju e keni parasysh se sa inflacion ka në vend i cili ka shtrejtuar çmimet e ushqimeve bazë për qytetarët, dhe ajo godet drejt për drejt qytetarin. Dhe kjo goditje pastaj përkthehet edhe në mosvotim për partinë bardhëse të pushtetit. Dhe për ta neutralizuar ose për ta mbuluar këtë dështim, nxjerrin tema rezervë etnike, të cilat elektrizojnë opinionin publik, e friksojnë ata dhe nxisin urrejtje, dhe në këtë gjendje emotive një qytetar nuk mund realisht të shohë se cilat janë problemet praktike të tij, por mendon se ato probleme që janë servuar janë probleme kryesore prioritare. Nuk them se këto nene që debatohet për të reduktuar përdorimi i shqipes në procese gjyqësore apo në uniforma janë të parëndësishme, po nuk janë edhe të parëndësishme edhe shtrejtimet që ndodhin qytetarëve. Nuk janë të parëndësishme shtrejtimi i produkteve bazë ushqimore. Nuk janë të parëndësishme rrogat e ulta të cilat punëtorë shqiptarë marrin dhe nuk arrin që të kenë një rrogë dinjitoze për një jetë pak më dinjitoze. Pra, gjitha këto janë tema shumë të rëndësishme. Po, përderisa kemi mungesë rezultatesh në këtë sferë, mendoj se do të vazhdojnë të hapen edhe në sferën tjetër. Ajo që unë mendoj se është problemi joni, është problem i organizimit politik. Pra ne për momentin nuk kemi organizim politik shqiptar, ne kemi ç'organizim politik shqiptar. Anarki politike të shqiptarët, e cila anarki, them, i bën të drejtat e shqiptarëve të cënueshme. Pra sot kushdo që dëshiron të cënojë të drejtat e shqiptarëve, e flas për kampin politik maqedonas, mund ta bëj pa problem. Për shkak se nuk kemi një zë të artikuluar politik të shqiptarët. Kur them një zë, nuk flas për një parti politike, por një zë të artikuluar në opozit dhe një zë të artikuluar në pushtet. Ne kemi shumë zëra që bëjnë kakofoni dhe në farë forme që organizojnë jetën politike të shqiptarëve. Dhe ky mendoj se është problemi kryesor, i cili duhet mendohet edhe ne duhet të debatojmë që japim mbase ndonjë zgjidhje për këtë problem. Zoti Mehmeti, biseduam lidhje me rolin e kryeministrit Mickoski në gjithë këtë situatë të tensioneve politike brenda spektrit politik shqiptar apo saktësisht brenda koalicionit shqiptar në pushtet. Zoti Neziri përmendi që ndoshta kjo nuk i konvenon Mickoskit, po në fakt i konvenojnë që t'jenë në opinion temat etnike, ato të cilat përfliten tërkohës. Dani edhe ju një mendim të tillë apo jo? Para së gjithash, mendoj se Mickoski nuk merret gjithkohën me koalicionin qeveritar dhe koalicionin Vlen në raportin me shqiptarëve. Ai e kishte një mesazh, një kërkesë të themi fundamentale në fushat dhe pastaj me formimin e qeverisë, që dëshonte BD-n të lëjë jashtë qeverisë. Dhe këtë e arriti. Dhe tani deklarata thotë ai që komunikon me BD-n, ai nuk mund të jetë në qeveri, që është pak e çuditshme me një demokraci parlamentare, ti duhet të komunikosh ose s'paku nuk mund t'ua imponosh tjerët të mos komunikojnë me dikë. Kjo është për mua shumë
e çuditshme që edhe Partia Shqiptare e pranon. Pse e pranon? E pranon ndoshta nga friga që mos gjenden në listën e zezë të themit të kushtimisht të themit të kryeministrit, që është pak e çuditshme, ose për vetë dëshirës, mund edhe ata të kenë pas dëshirë që ta mos konjojnë. Nëse është dëshirë e tyre, unë s'kam problem. Po nëse dikush ta ndalon, atë është problem për mua si qytetar që një parti e cila mua më përfaqëson frigohet komunikoj me një parti tjetër sepse dikush e ka ndaluar. Atë çka ke ti subjektivitetin ku e ke? Ku e ke integritetin politik dhe si mund të presin qytetarët që një parti të përfaqësoj me dinjitet interesin qytetar, kur ai frigohet të flas me një politikan, sepse dikush e ka urdhëruar. Pse janë në pyetje koalicionimet për zgjedhje lokale, ndoshta ajo ishte pengesa, ajo ishte arsyeja që ishte pengesë për partnerët tjerë brenda koalicionit. Do me thënë, nëse ata vetë nuk dëshirojnë të komunikojnë, është në rregull. Zgjidhja e tyre. Po nëse dikush ua imponon, atëherë është problem për mua. Ata të thonë, ne nuk duam të komunikojmë me BDI-n ose me Frontin Evropian, por qefin tonë. Pa kur kryeministri thotë, kush komunikon me këta, me mua ka problem, atëherë është tjetër send. Kjo është problem. Se ne flasim tash për, edhe Gjirali foli për si Partia Shqiptare duhet ta mbrojë interesin shqiptar. Nëse janë të përçame. Po jo që janë të përçame, ata nuk zënë flasim me një tjetrin. Mu pak, ndoshta për mu ka një peshë ndoshta më të vështirë, për arsye se ma kujton atë kohën e komunizmit, kur shqiptarët duhet të distancohen nga dikush që etiketoi se është nacionalist shqiptar, pse ka thonë kodi unë. E ka këndu një këngë ose ja ka vuajë emrin fëmisë një emër ndaluar ose kështu me radhë. Do thonë kjo është problemi që çdo ditë ne e shohim në komunikim, e çdo ditë dalin thonë ne nuk do flasim me këtë parti. Edhe Mickovski nuk ka nevojë të thotë aty çdo ditë. Po këto e kanë pranuar atë rol prej fillim ka thonë, po ne jemi me ty. Në rregull. Ne si votues duhet t'i dim këto punë. Duhet t'i dim e duhet t'i qartësojmë se si ndodhin, edhe pse interesi jonë, qytetar, nuk implementohet, apo? Se Mickovski, unë sa e shoh ai implementon interesat e votuesit vetë. Atë që u premtoi, tha shqiptarët tha e kanë e kanë kidnapuar shtetin, në fjalë, të s'u kujtoj fjalën saktë, na e kanë marrë shtetin, tash do ta kthejmë dhe ai e ktheu. Nuk duhet të shkojmë në Bashkimin Evropian pa na i plotësuar kushtet tona në raportin me Bullgarinë, edhe ajo të e bën. Problemi është çka bën shqiptarët. Ose Partia Shqiptare e pranon çdo të themi, mos them diktat, po s'ka fjalë tjetër të partnerit më të madh, atëherë shtrohet pyetja, cila është forca e tyre dhe cili është roli i tyre dhe cili është si duhet të reagojnë shqiptarët, qytetarët flasim, po e laman është BDI-n edhe Frontin edhe Aleancën edhe këtë tjetër, po ne si shqiptarë. Dhe ne harrojmë se pushteti i partive politike është me kusht që qytetarët ta kanë dhënë. Ta ka dhënë kushtin që ti përfaqësosh, se ne s'mundemi të shkojmë në parlament edhe në qeveri. Edhe ata duhet pak të mendojnë në atë aspekt, jo vetëm të rregullojnë interesat e veta dhe të bëjnë kësi shkërcimesh, sepse atëherë humba kuptimin përfaqësimin politik. Megjithatë, zoti Mehmeti është edhe për të habitur edhe fakti që BDI gjithmonë afër vetes afron kundërshtarët më të mëdhej politik. Në zgjedhjet e fundit kishim koalicion mes Ali Ahmetit me Mendo Thaçin dhe Zjadin Sejlen, tani kemi një përpjekje për të afruar Taravarin. Pse mendon se BDI ka këtë pjesë të strategjisë të saj që t'i afroj afër vetes kundërshtarët më të mëdhej politik për ta zhbërë zërin opozitar? Kundërshtarët kujt? Politik të BDI-s. Të vetvetes. Të vetvetes. Pa nëse ata shkojnë edhe bëjnë marrëveshje, në shkruajnë para opinionit, atëherë si mundën ne të themi jo, kjo nuk është në rregull. Nëse partit, ajo është vlerësim politik është. E partive, a do të bashkangjitet. Nuk është kjo problem vetëm për BDI-n, edhe për to tjerë që janë radhit krahas BDI-s, edhe për ata është problem. Nëse PDSH-ja ose Aleanca ose partit turke ose bosnjake i bashkangjiten BDI-s, duhet të pyesim ata, ajo që dikush me zora me qef. Nëse ata i bashkangjiten me qef, atëherë nuk është problemi ynë. Ne atëherë si votues vendosim a i besojmë këtij koalicioni se jo.
Kjo është, nuk mund të themi se kjo është e mirë, kjo është e keq, pse ka bërë koalicione. Koalicionet janë, unë nuk kam kundër koalicionit. Unë edhe koalicioni, unë thash, në fillim e thash se kur u formu ky koalicion qeveritar, unë thash, ok, mirë, në rregull, janë formu edhe pse fjalët i kishin ndryshe, po thash në rregull. Nuk është dramë e madhe nëse hyn një koalicion i cili se ka shumicën, nëse mund të bëjnë diçka. Thonë nuk është ai problem. Problemi është në çfarë kushte shyn në një shoqëri, në një marrëveshje dhe sa ti i plotson ato premtimin që i ke dhënë aty në të cilët i përfaqëson. Edhe këtu nuk është problem. Ne nuk mund tash ti masim parti cila është e mirë, cila është e keqe. Ashtu e ka politika. Politikën e caktojnë në votat, nuk e caktojnë ne, nuk mund të themi se kjo parti është e mirë, se Mickoski thotë kjo është parti e mirë me këtë mund bisedoni, kjo është e keqe me këtë s'mund bisedoni. S'mund ta caktojë. Ai mund ta caktojë për vete, thotë, unë këtë nuk e du, është e drejta e tij. Po nuk mund të thotë tjerëve ju këtë nuk mund ta doni. Unë mendoj se dy janë problemet më të mëdha që e kemi skenën politike kështu që e kemi. I pari është pranimi i betejave politike si personale. Nuk mund të sot bashkoni dhe që të themi me zotin Mexhiti, me zotin Ahmeti, nuk mund të merrni me mend që mund të kenë një takim. Që mund t'ulen. Po. Ose zotin Taravari me zotin Sela. Për shkak se ato betejat politike më kanë kaluar edhe në rrafshin personal. Pastaj problemi i dytë është se kur bëhen koalicionet te shqiptarët, nuk merret parasysh programi, platforma, synimi, misioni, vizioni, vlerat, parimet, vetëm numrat. Pra sa vota ka një parti, kaq. Hajde marrim edhe atë tjetrën, edhe ajo ka kaq, edhe ne kemi kaq. Sa bëjnë këto? Bëjnë 200.000 vota. Po mirë, bëjmë koalicion. Nisen nga paragjykimi se kudo që të shkojnë partitë politike, votuesi do t'i ndjekin. E kam patjetër t'i ndjekin. Mund t'i ndjekin një pjesë e caktuar e votuesve ose militantëve, të cilët e kanë për detyrë të jenë të disiplinuar, të janë struktura e partive, ato edhe pse nuk dëshirojnë, i ndjekin, po pjesa më e madhe e votuesve nuk janë strukturë partijake. Çdo votues e një partie nuk është pjesë e strukturës partijake. Pa e voton një parti për shkak se beson se ajo parti e artikulon më mirë interesin e atij, që e ka lidhur me dukurit, proceset në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe më gjatë. Dhe këtu mendoj se bëhet gabimi. Do të marrim këto parti për të arritur një numër të caktuar edhe të votave, edhe të deputetëve, që më pastaj të arrijmë qëllimin tjetër, pra të jemi më afër pushtetit. Por nuk merrem parasysh se ky bashkim është krejt artificial. Për cilën bashkim flet? Kjo që ndodhi? Përgjithsisht për koalicionet që nga 2017 deri te Fronti Evropian, por edhe të ardhmet. Nuk shoh që ka ndonjë ndryshim konkrete. Nëse ky koalicion që të Ersani, Fronti Evropian është formuar nga partitë kundërshtare njëra me tjetrën, edhe nëse ata kanë fituar vota, do të thonë ka pas diçka që votuesit i ka tërheq, ashtu? Në fakt, të dy partit kanë qenë me kundërshtare kanë fituar, aq vota sa kanë planifikuar. Nuk kanë fituar aq vota sa kanë fituar sa kanë planifikuar. Nëse i merrni numrat e partive që përbëjnë Frontin Evropian, nga zgjedhjet e fundit parlamentare del një numër tjetër të votave që është dashur të fitojë. Në rregull, është tjetër temë tash, nuk flasim ne. Por shiko, flasim këto bashkime matematikore mendoj se është pyetja ishte tjetër. Do të thotë edhe unë Ersan ti mirë tha, tash vetë dha përgjigjen se edhe Vleni nuk është formuar me parti që kanë qenë miqësor, apo? miqësor, po sigurisht. Po atë ku është problemi? Pse te Fronti Evropian që ka probleme se janë bashkuar, gjithkohë etiketohen ato që shkojnë me BDI, po në fakt BDI gjithmonë nuk përmendet BDI, sepse BDI po inicon këto lëvizje. Në atë drejtim e kisha po nuk ka BDI-ja, se di unë mu vjen çudi kur ke thonë BDI ban këto, BDI i ka shpërnda aleancën, BDI ka nëse është që fort BDI atëherë vaj halli. Unë nuk besoj që është që fort, që të mund të diktojë këtë proceset në shtet. Po mendoj se proceset, ata nuk e shohin se, ne thamë edhe më parë se Mickoski tha, kush ndëgjon mu, ai bën qeveria, po.
pavarë parasysh se shqiptarët e dhanë besë njëri tjetrit se kush e ka një votë më shumë ai hyn qeveria, ka ashtu. Nuk ka inqizime, nuk është kjo. Mirë po, ai tha jo, atë që e pëlqeu, tha, ai do vjen qeveri. Edhe po e përsëris, bile me Xhelalin kemi qenë mision, thash në rregull. Tash nuk është fundi i botës, se dëmtohet një, se kjo ka ndodhur shumë herë në histori, hajde të shohim tash ndoshta do të bëjnë diçka. Tash pyetja shtrohet. Ky koalicion a mendon se i ka plotësuar premtimet edhe ato që i ka prit vetë, se edhe ata janë sigurisht nuk janë ata që kanë prehon, edhe ata jetojnë me gjuhën 20%, edhe ata jetojnë jashtë bashkimit, ata që janë edhe në qeveri, edhe ata janë njerëz si ne, nuk kam kur një farë paragjykimi në atë aspekt, edhe nuk e në shmet, që ka njerëz shumë jashtëzakonisht zotën, i kam njoftuar edhe në vlenit partit, ka njerëz të vyshëm, të dishëm, po problemi është i forcës të cilën e kanë shqiptarët. Dhe kjo është për mu debati, pse shqiptarët nuk arritën, ose pse u gjetën në pozitë që t'jenë më të dobët në ndikim. Në ndikim, se ne shohim se ndikimi i partive shqiptare është dobësu. Edhe këtu mund ta fusim edhe opozitën, se edhe opozita është pjesë, nuk është vetëm ata që janë pushtet se duhet për gjithçka të fajsojmë, ne mund ta fajsojmë edhe opozitën. Parimisht nëse flasim, edhe opozita ka rol. Edhe opozita duhet të kontribuojë. Tash ata janë edhe ne prandaj thamun se ne gjithkohë ne anulojmë e lëm anësh BDI-n ose Frontin Evropian. Edhe Fronti Evropian do ta shohim çfarë përgjegjësie ka në këtë që ndodh shqiptarëve. Të kalojmë në po jo të kalojmë, ne do t'i dhëmë përgjigjet. Për shkak të do t'i përgjigjemi se nuk është vetëm flasim tema. Tema kryesore është kjo. Për ne si qytetarë, ndërsa është edhe ti vetë i dha disa përgjigje, edhe pse shtrohet pyetje, pa edhe përgjigjen e dha, se faktikisht nëse i shef edhe këto janë bashku me interesa të caktuara, në rregull. Tash i shohim sa kanë mund të realizojnë ato interesa. Kjo është pyetja. Në fakt, gjatë këtyre zhvillimeve që ndodhën javën e fundit, ne kemi parë në rrjetet sociale edhe 2 fotografi të ndryshme, njëra në Prishtinë dhe tjetra në Tiranë. Ishte Arben Taravari në Tiranë në takim me kryeministrin Edi Rama më njëherë pasi që ai braktisi koalicionin qeveritar, ndërsa nga ana tjetër në Prishtinë tek kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ishte zoti Arben Fetaj së bashku me një pjesë të strukturës të tij, të cilët nuk pajtohen me zotin Taravari. Nisur nga kjo, sa kanë pasur ndikim këto 2 figura politike në zhvillimet e brendshme këtu në Maqedoninë të Veriut? Për pasur ndikim kanë të 2 figurat, se ka shumë shqiptarë që e pëlqejnë figurën politike të zotit Rama, ka atë shumë shqiptarë që pëlqejnë figurën politike specifikisht në zhvillimet e fundit, në to lëvizje. Në zhvillimet e fundit, unë kam një dilemë të madhe për shkak se nuk e di a Rama dhe Kurti përzihen në skenën politike këtu, apo i përzihen partitë tona, i involvojnë partitë tona këtu, për shkak se dëshirojnë që të marrin nga ajo aur e tyre për ta materializuar në vota këtu. Tani Vleni nuk arriti të bëhet bashk, pra nuk kishte një kapacitet politik që të bëhet bashk si koalicion vetë, dhe kërkoi ndihmën e zotit Kurti. Nga ana tjetër, edhe zoti Ahmeti dhe Fronti Evropian kërkuan ndihmën e zotit Rama. Dhe tani nuk e dim a është betejë ose fush betejë politike midis Ramës dhe Kurtit, skena politike shqiptare këtu, apo është faji i vetë partive tona që i involvojnë në një betejë politike të 2 liderë, do të thoya, të shqiptarëve në rajon. Dhe këtu e kam dilemën. Mirë po mendoj se edhe Tirana dhe Prishtina duhet t'i vlerësojnë mirë këto ndikime nëse i kanë jashtë vendit, sidomos në Maqedoninë e Veriut, për shkak se nëse ato ndikime prodhojnë përçarje, do thotë ato nuk mund të jenë ndikime pozitive, nuk mund të jenë ndikime nga të cilat veç shqiptarët kanë përfitim. Janë e kundërta, pra u bëjnë keq shqiptarëve këtu ato ndikime. Nëse janë ndikime për të treguar se kush është lideri më i madh, pra Kurti apo Rama. Nga ana tjetër, pra, nëse partitë politike këtu në Maqedoninë e Veriut nuk arrin që vetë të dalin në mejdan dhe të ballafaqohen me
oponentët politik, nuk është mirë që ti involvojnë edhe shtetin e Kosovës, edhe shtetin e Shqipërisë, për shkak se problemi në atë rast bëhet edhe më i madh. Pra, përveç se prodhohet përçarje e brendshme, pastaj prodhohet edhe një ndikim nga jashtë, i cili pastaj mund të keq përdoret edhe nga Vučići që nesër të ndikojnë në Republika Srpska, në Malin e Zi, në Maqedoninë e Veriut, për shkak se do të arsyetohet se ajo është normale në Ballkan, për shkak se ju e keni Kurtin që ndikon në Maqedoninë e Veriut dhe keni Ramon po ashtu që ndikon. Dhe ky normalitet nuk mendoj se është në të mirë të shqiptarëve. Përkundrazi, i krijon hapësirë më të madhe Vučići që të operojë, që të shtrijë ndikimin në rajonin, ndikim i cili realisht mban bllokuar pacifikimin e këtij rajoni, mban bllokuar perspektivën evropiane të këtij rajoni. Ne flasim për vetën bullgare, flasim për vetën greke, po ka edhe një problem këtu. Pra është edhe problemi i këtij ndikimi, i cili dëshiron të dërgojë mesazh Brukselit se në Ballkanin Perëndimor faktor i stabilitetit, i jo stabilitetit, i integrimit apo që integrimit është Serbia. Dhe pikërisht në këtë pikturë të përgjithshme duhet ta analizojmë edhe ndërhyrjen eventuale, pasi nuk e kemi të qartë se është ndërhyrje apo është involvim nga partitë tona, të Ramës dhe Kurtit, dhe të dy mendoj se kanë kontakte, duhet ta analizojnë mirë se çfarë ka prodhuar ai involvim apo ajo ndërhyrje e tyre. Ka prodhuar përfitime për shqiptarët apo ka prodhuar të kundërtën e asaj që është menduar. Dhe besoj se kjo duhet të ndodhë, për shkak se në të kundërtën, nëse vazhdon Maqedonia e Veriut ose skena politike shqiptare këtu të jetë në një fushë betejë e egove të Ramës apo të Kurtit, mendoj se më të shtypur në këtë rast ose më të humbur në këtë situatë do të jenë shqiptarët e Maqedonisë. Zoti Mehmeti, si e shihni ndikimin e Ramës dhe Kurtit në Maqedoninë e Veriut? Përkrahjet politike janë praktik në shumë vende dhe kjo ndodh. Ne kemi pa në çdo kund. Përkrahje nga partisi motra se kështu me radhë. Po në rastin ton, ne e shohim se partitë shqiptare nuk është se kanë ndonjë ndarje të themi ideologjike të veçantë, po se partitë shqiptare politikë kryesore programore e kanë interesin shqiptar, po interes shqiptar nuk ka dy, në këtë rast po është një. Si komunitet kur flasim, se pas Xhelali foli për çmimet, ekonomia, po atë punë e ban qeveria edhe Mickoski, ai kur zvoglon çmimet edhe për shqiptarët, zvoglon vetëm për Maqedonin, kështu që ajo çështja është pak më e thjeshtë. Nësa interesi kur zvoglohet përdorimi i gjuhës shqipe edhe vetëm për shqiptarët, nuk është për Maqedonin, nuk kanë problem. Këto është dallimi. Edhe to liderët shqiptarë. Lidhja sindikatave publikoi shpenzimet mujore për një familje katërantarëse që kalonin diku mbi 1.000 euro. Po. Po unë nuk pash një reagim nga partitë politike shqiptare ose të hapë një debat se çfarë është duke ndodhur. Ajo është plus tim, ajo është plus, po. Po me kjo është e përgjithshme se partitë shqiptare janë fokusuar për gjuha, pjesëmarrja, ndikimin në politikë bërë kështu me radhë. Dhe liderët e Shqipërisë dhe Kosovës në rregull është, mirë po nuk duhet ta bëjnë atë njëri ta përkrahë njërin tjetrin krah. Kjo është problem. Nëse ta vinë thonë, ok, shifnit, bashkëpunoni, këta t'japin mesazhe të themi vëllazërore, është në po kur hynë me agjend, atëherë kjo mund të shkaktojë probleme siç e pam edhe shohim se rezultati nuk është bash i lëvdueshëm, apo? Kjo që ndodh, me thënë këto përçarje, tash nuk flasim, Taravari kur doli prej Vlenit mund takohet me Ramën, para asaj nuk u takua, po, u takua me Kurtin 2 herë, 3 herë. Dhe kjo nuk është mirë, mendoj edhe për shqiptarët se nuk do të harrojmë se këto parti kanë qytetar, familje, njëri është një në anë tjetrën dhe acarimi ndërmjet tyre reflektohet edhe në jetën e qytetarëve dhe mendoj se gjithë duhet të kenë pak kujdes.
Mirë, për në fund desha të komentoj edhe çështjen e integrimit për shkak se kemi zhvillime të reja në këtë drejtim. Kemi pasur vizita të përfaqësuesve evropianë në vend, të cilat besoj se mesazhet nga ato kanë qenë të qarta. Mirë po paralajmërohet që në samitin e NATO-s të ulen pala maqedonase me palën bullgare dhe të negociojnë për një përgjigje në një zgjidhje eventuale dhe për zhbllokimin e procesit të integrimit të vendit. Çka pritet nga ky takim? Unë mendoj se ajo që qeveria e Maqedonisë së Veriut kërkon, pra garanci se nuk do të ketë bllokime të tjera, është shumë e logjikshme dhe shumë normale, për shkak se në propozimin francez, por edhe në marrëveshjen për përfaqësi të mirë të vitit 2017, ka aq shumë pika të cilët mund të merren përballë për të bllokuar Maqedoninë dhe në gjitha kapitujt. Në 35 kapituj, ose në 6 klaster, grup kapituj, siç është me metodologjinë e re. Dhe ta garantosh këtë proces është një ide e mirë dhe mendoj se do të ishte shumë mirë nëse Bullgaria do të jepte garanci se nuk do të vë veto të tjera. Mirë, po këtë nuk e bën Bullgaria. Bullgaria as që ka pasur interes dhe as që tregon interes për takime bilaterale për të tejkaluar këtë problem. Për shkak se thot, ky problem tashmë është pjesë e kornizës negociuese midis Shkupit dhe Brukselit. Pra nuk është më problem midis Shkupit dhe Sofjes. Përderisa është pjesë e kornizës negociuese, ajo është bërë pjesë e debatit, negociatave midis Brukselit dhe Shkupit. Dhe Brukseli thot Shkupit që duhet të bësh ndryshimet kushtetuese që të kalosh në hapjen e kapitujve. Dhe kjo nuk është më çështje e Bullgarisë. Bullgaria thot nuk është çështje imja dhe unë nuk dua as të negocioj për një çështje që ka kaluar në nivel tjetër. Dhe unë nuk besoj se Bullgaria do të involvohet në këto negociata. Dhe nuk besoj që Bullgaria do të jap garanci siç pret Maqedonia e Veriut, për shkak se është interesi i Bullgarisë që Maqedonia e Veriut sa më shumë të vonojë në procesin e integrimit. Nuk është interesi i Bullgarisë që Maqedonia të miratojë ndryshimet kushtetuese dhe të ecë përpara. Mendoj se garancit, nëse i miraton ndryshimet kushtetuese, garanci më e madhe është vetë Bashkimi Evropian, për shkak se ka mekanizma të bëj presion Bullgarisë që t'i thot kur mjaft është mjaft. Pra tani më është kulmi, pra kjo bllokat ishte fundi që ke mund ta bësh. Për shkak se kështu i shërben Rusisë, kështu i shërben Kinës, ndikimeve malinje. A ka mundësi për ndryshim të protokollit apo për gjetjen e një protokolli të ri siç paralajmëroi? Nuk besoj, për shkak se është një procedurë aq e komplikuar se që i njëjti protokoll ose kornizë negociuese pastaj duhet të kalojë në 27 vende, parlamentet e 27 vendeve. Pra ta miratojnë si të tillë dhe pastaj të jetë edhe një kornizë e re. Në radhë të parë duhet pajtimi i Bullgarisë për këtë, që nuk do të ndodhë. Dhe prandaj mendoj se garanci më e madhe për Maqedoninë e Veriut është Bashkimi Evropian, por në anën tjetër garanci tjetër më e madhe është konstruktiviteti i Maqedonisë së Veriut në raport me Bullgarinë. Pra duhet kesh raporte të mira me Bullgarinë, që të mos e hidhrosh që ta vë një bllokat tjetër, ose mos i japish argumente që të thot në Bruksel, ja, problemet janë në Maqedoninë e Veriut, andaj jam e detyruar që të vë një veto tjetër. Si në rastin me Greqinë. Pra me Greqinë ka shumë vonesa në implementimin e marrëveshjes së Prespës. Sot e kësaj dite janë ato vonesa, që kanë kaluar shumë afate, që nuk janë respektuar. Po Greqia nuk vë më veto, për shkak se mban llogari edhe për imazhin e vetë si antare e Bashkimit Evropian, për rolin e saj në Ballkan, por edhe imazhin ndërkombëtar të Greqisë si shtet. Pra nëse është një shtet destruktiv në kuptimin e përfshirjes Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, atëherë do të humb edhe në imazhin e saj në Bashkimin Evropian, do të humb në imazhin e saj në skenën ndërkombëtare. Do të pavetëdijshëm do të luajë për interesat të Rusisë dhe të Kinës. Pra, gjitha këto elemente duhet të kihen parasysh kur do të merret vendimi për të miratuar ndryshimet kushtetuese. Po tash për tash unë e shoh që VMRO DPMN ende është në fushat parazgjedhore. Ende nuk arrin që nga ajo retorik e fushatës parazgjedhore të zbres në atë pragmatizmin të marrëveshjeve që më veç janë të nënshkruara, të obligimeve që më veç janë të marrë dhe t'i zbatoj të njëjtën. Zoti Mehmeti, për fund, cili është opinioni juaj në lidhje me
me temën e eurointegrimeve, takimit që pritet të ndodhë? Jo, mendoj se unë sa shoh kjo antagonizëm vetëm keqësohet, nuk është se vjen në përmirësim. Ne dëgjuam 1 vit ose 2 vite nga ana e qeverisë tonë dhe partive tona se presim që Bullgaria të fitojë qeveri politike dhe atëherë do të fillojmë qeveria politike. Erdhi, u harrua që ka ardhur, edhe s'ka asnjë lëvizje. Garanca nuk ka. Gjithë përfaqësuesit e Bashkimit Evropian thanë se garanca nuk ka. Se garanca do t'japet çdo antar, përfshirë Bullgarinë. Nëse ti me Bullgarinë nuk ke komunikim, nuk mundesh atë kërkosh tjera ta shtyn, ta detyrojnë një antar që të bëjë lëshime. Aq më tepër kur ti ke raporte të këqija. Ne pam si përfundoi rasti i Shqipërisë me Greqinë. Edhe atje ishte rast shumë i acaruar, po. Mirë po, unë pse kam dëgju, çdo deklarat zyrtarët e Shqipërisë thoshin Greqia është shtet mik, ne do të zgjidhim problemet, kjo s'është kornisen, edhe e zgjodhen. Nuk zgjidhen problemet nëpërmjet deklaratave, ju jeni të këtill, ju jeni të atill dhe pastaj këto probleme të sensitive zgjidhen me mesazhe publike shumë të buta dhe negociata. Shkosh në Sofje ose i thret ato në Shkup, bisedoni edhe gjendet një farë kompromisi. Kompromisi nuk gjendet me deklarata nëpërmjet media. Aq më tepër kur ne shohim se deklaratat janë shumë herë të pamatura, me akuza se ju jeni të këtill, ju jeni të atill, edhe pastaj i thu gjermanëve ose francezëve, thoni këtyne të zbuten. Është problem. Do të thënë, unë nuk shoh nuk shoh ndonjë përpjekje që kjo situatë të kalohet, dhe nëse nuk të kalohet, mendoj se Bullgaria, ndoshta këtu pajtohem me Xhelalin se interesi i Bullgarisë mund të jetë letrin të kështu, ne do zhvillohemi, ato letrin ashtu, dhe pastaj çfarë do të ndodhë. Kur sikur që ndodhe me çështjen e emrit, mbas 30 vitesh bllokat, ne ndruam emrin edhe ai mbrim tjerët, jo, nuk i mbrim se 30 vite nuk kompenzon ashtu kollaj. Edhe tani me këto ngecje, tash unë dëgjoj çdo ditë këto miq tan, bashkështetasit tan se thotë ju duhet ju shqiptarët keni durim se është çështja e identitetit. Në rregull, ne kemi gjithë deklarojmë, edhe unë kam deklaruar, po ne apelojmë te bullgarët që të jenë pak më fqinësor, të jenë pak më tolerant. Mirë po, megjithatë, nëse nuk ka takime, biseda miqësore jashtë syrit të opinionit ku kemi kacafytje, nuk mendoj se do të ketë një përparim. Përpunojmë bën me kështu, me mesazhe pozitive. Atëherë, ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit tonë dhe që në këtë mënyrë po kontribuoni edhe për informimin e opinionit publik. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte gjithashtu e jona. Shikues të nderuar, ju falenderit edhe juve për vëmendjen. Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.